Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Lavdi Perëndis, jemi së bashku në këtë kishë, e cila për besimtarët e këtij fshati, por edhe të zonës, është një vend që vazhdimisht ka qenë vend lutjesh, vendje kur njerëzit kanë ardhur, i janë falur Perëndis dhe me hirin e Zotit dhe me ndihmën e besimtarëve u arrit që kjo kishë të rindërtohet përsëri dhe është kënaqësi që për ata që e kanë parë kishën e vjetër dhe tani shikojnë kishën që është rregulluar, është kënaqësi e dyfisht. Për këtë arsye, ata që kanë kontribuar edhe do vazhdojnë të ndihmojnë në përfundimin e kësaj vepre, Perëndia t'i bekojë edhe me të vërtetë shembulli i tyre të ndiqet edhe nga të tjerët. Për herë kishat kanë qenë vendi ku mblidheshin të gjithë besimtarët, të gjithë njerëzit, të gjithë ata që ishin në fshat ose ata që ishin në qytet. Jo më kot ishte edhe shpreha që godina më e bukur në fshat duhet të ishte godina e kishës. Për këtë arsye njerëzit kontribuonin të gjithë që se çdo familje të kishte një pjesë në atë kishë. Për këtë arsye është kënaqësi kur shikojmë se kjo traditë vazhdon të ngjallet edhe me siguri do të vazhdojë edhe në brezat që vijnë. Për ne është kënaqësi e veçantë gjithashtu sepse kjo kishë i kushtohet Shën Llazarit, këtij nxënësi të Krishtit, i cili bashkë me dy motrat e tij, Marta dhe Maria, ishin ndër ato që e ndiqnin pas kur predikonte. Po edhe shtëpia e tyre ishte bërë vend mikpritje për Krishtin edhe për nxënësit e tij. Sa herë ata kalonin, qëndronin në shtëpinë e Llazarit edhe të dy motrave. Kemi edhe historinë kur ndërkohë Krishti ishte në shtëpinë e Llazarit, njëra nga motrat qëndronte e dëgjonte Krishtin kur predikonte, ndërsa tjetra, Marta, po bënte përgatitjet si gjitha gratë kur vinë mysafirë në shtëpi për t'i qerasur për edhe për t'i gostitur. Edhe aty dëgjojmë që Marta ankohet për motrën e vet, Marien, edhe i thotë Zotot, ajo thotë rinë duke dëgjuar vetëm ty, thotë ndërsa unë po lodhem për t'u përgatitur ushqimin edhe gostin. Edhe Zoti i thotë Martës, Marta, thot, ti kujdesesh e lodhesh për shumë gjëra, thot. Por njëra është e rëndësishme, thot. Edhe Maria zgjodhi atë, thot. Sepse Maria kishte zgjedhur të dëgjonte fjalën e Zotit. Ktu kam edhe një këshill për të gjithë juve. Ndoshta për disa nga juve nuk është e zakonshme ardhja shpesh në kishë. Dhe ndonjëherë mjaftohemi vetëm me ardhjen, ndezjen në qeriu edhe largohemi. Dhe pa kuptuar në kohën që jemi në kishë, takojmë njerëzit e tjerë, dhe vendi në kishë kthehet si një vend takimi edhe bisedimesh. Por kjo është gabim, vëllezër e motra. Ardhja në kishë supozon adhurimin e Zotit, edhe lutjen e secilit prej nesh. Dhe siç është kjo qetësia që po mbahet tani, duhet të jetë gjatë gjithë kohës që neve adhurojmë Perëndin. Edhe nëse do na duhet komunikojmë diçka për shkak të nevojës, ata e bëjmë me një përshpëritje shumë të lehtë që askush tjetër rreth nesh të mos shqetësohet. Ndonjëherë më shumë dëgjohet njerëzit që flasin se sa dëgjojmë ne klerikët kur kryejm liturgjinë hyjnore. Kjo nuk është as pak normale. Prandaj secili nga ju ta keni parasysh këtë gjë. Kur vim në kishë, edhe kur ke një njerëz që s'e ke parë ose ka një farkojë ose ke diçka të rëndësishme për t'i thënë, do ta përmbash veten që në atë moment, dhe përsa kohë që jemi në kishë, është momenti më i përshtatshëm që t'i lutemi Zotit. Të dëgjojmë troparet, këndimet që po këndohen, të dëgjojmë meshën, edhe t'i bashkohemi lutjes së priftit që na udhëheq. Ky është adhurimi ynë, jo vetëm me trup, por edhe me mendje, edhe me shpirt dhe mundësisht edhe me gojën tonë. Jo duke bërë muhabete, por me gojën tonë, duke psalur edhe neve lavdi Perëndis.
kisha që neve i kemi kushtuar Perëndis këtu mban emrin e Shën Lazarit. Dhe kjo festohet në një moment shumë të rëndësishëm. Për herë ne festojmë atë një ditë përpara të dielës, kur Zoti Krisht do të hyjë në Jerusalem, edhe gjithë njerëzit do ta presin duke mbajtur në duar degët dafinash ose palmash, siç ishte zakon në atë kohë në Izrael. Mbajtja e këtyre luleve tregonte në rast të parë gëzimin, por gjithashtu edhe nderimin për personin që po hynte. Shumë njerëz u mblodhën në Jerusalem për ta pritur Krishtin. Dhe një nga arsyet përse u mblodhën aq shumë njerëz ishte fakti sepse kishin dëgjuar për një ngjallje të një personi që kishte 4 ditë që kishte vdekur. Dhe kur dëgjuan të gjithë këtë ngjarje, të gjithë u bën shumë kurioz. Na thuhet në Ungjil që shumë njerëz nga rrethet vërdall vendit ku kishte qenë Krishti, në qytetin e Betanis, atje u mblodhën shumë veta edhe nga Jerusalemi, kishin vajtur madje të shikonin me sytë e tyre nëse ishte e vërtet që kishte ndodhur ngjallja e Lazarit, ashtu siç e kishin dëgjuar. Dhe aq më tepër kur morën vesh që Krishti, personi që ka bërë ngjalljen e Lazarit, po vinte në Jerusalem, atëherë të gjithë i kapi një entuziazëm shumë i madh. Një pjesë kishin dëgjuar për Krishtin, për mrekullitë që kishte bërë, dhe sigurisht ashtu siç ishin shumë nga profecitë në Dhjetën e Vjetër, të cilët pristin shpëtimtarin e Izraelit, të gjithë u mblodhën për ta pritur shpëtimtarin, Krishtin, birin e Perëndis. Por kjo ngjarje e ngjalljes së Lazarit nuk ishte vetëm një parathirrje për të gjithë njerëzit në Jerusalem që po vjen shpëtimtari, por ngjallja e Lazarit sot ka një kuptim shumë të madh. Sigurisht nuk është ngjallja e vetme që Zoti bëri. Na kujtohet që Zoti ngjalli edhe një vajzë të vogël, e cila ishte sëmur, edhe Zoti e ngjalli vetëm duke i thënë një fjalë. Por gjithashtu Zoti ngjalli edhe një djalë të ri, birin e një vejushe, dhe kortezhi po shkonte për ta varrosur, edhe Zoti ndaloi kortezhin, edhe i thiri djalit dhe djali u ngjall. Pra, Zoti tregoi që ai ishte Zoti edhe i vdekjes, ka pushtetin mbi vdekjen. Ai e mundi edhe mëkatin. Për këtë arsye, edhe ngjallja e Lazarit ishte në këtë kuptim, që njerëzit që s'kishin parë ose dëgjuar ndonjëherë, jo vetëm që të ngjalleshin njerëzit, por qoftë edhe të shëroheshin nga sëmundjet, nga çdo lloj sëmundje, madje njerëzit as nuk kishin dëgjuar, edhe më tepër të kishin parë. Këto të gjitha ishin shenja që njerëzit të kuptonin që ai që shikonin me sytë e tyre nuk ishte thjesht një njeri i madh, nuk ishte një profet i madh si profetët e tjerë, por ai ishte vetë biri i Perëndis. Ishte Perëndia i mishëruar, ardhur në tokë për një mision shumë të madh, për mëkatet tona, të na fali mëkatet. Por si do na i falte Zoti mëkatet? Vetëm duke na thënë që jeni sjellur mirë dhe jeni falur. Është e pamundur që mëkatari të falet përveç se nëpërmjet gjakut. Sepse Perëndia e kishte thënë Adamit dhe Evës, në momenti kur juve nuk do të bindeni fjalës time, do mëkatoni pra, ju me siguri do të vdisni. Dhe kur Zoti thot me siguri, nuk ka asgjë që e kthen mbrapa atë. Adami dhe Eva, edhe pse jetuan jetë gjatë, gati 1.000 vjet, e megjithatë në fund fare vdiqën si të gjithë të tjerët. Dhe pikërisht për këtë erdhi Zoti Krisht, t'i japi fund vdekjes. Dhe për ta treguar këtë, ai
e para tregon nëpërmjet ngjalljes së Lazarit. Lazari nuk kishte një ditë që kishte vdekur, por siç e dëgjuam në Ungjil, kishte 4 ditë që tashmë kishte vdekur. Zotin e kishin lajmëruar më përpara që Lazari ishte sëmur. E megjithatë Zoti nuk nxitoi për të shkuar tek Lazari, duke e ditur shumë mirë se çfarë mund të ndodhte me të. Por Zoti shkoi pas 4 ditësh që askush mos kishte dyshim që Lazari kishte vdekur. Aq shumë sa që vetë motrat donin ta ndalonin Krishtin që të hapi varri për shkak se do të kundërmonte era e të vdekurit. Dhe Zoti e bën këtë për të na treguar që ai ka pushtet mbi vdekjen. Edhe Zoti e thërret Lazarin, e Lazari siç ishte i lidhur me pëlura sipas traditës hebraike që i lidhnin të vdekurit, del me mundim tek porta e varrit, e të gjithë njerëzit çuditen dhe mrekullohen kur shohin një të vdekur prej 4 ditësh që është i gjallë, edhe ata e shohin edhe e prekin. Kjo ngjarje e sotme festohet në një mënyrë solemne, siç e shikojmë edhe në kishat tona dhe në gjithë botën, për rëndësinë e madhe që ka kjo ditë. Sepse në radhë të parë, në këtë mënyrë ne shikojmë, ose më saktë parashikojmë ato ngjarje që do të ndodhin më pas, me kryqëzimin, me vdekjen, varrosjen, por me ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe ndryshe nga Lazari, Zoti Krisht nuk kishte nevojë për njeri që ta ngjallte atë, sepse ai ishte vetë Zoti, edhe Zoti kishte pushtet mbi vdekjen. Por tashmë, Zoti e ka pushtetin mbi vdekjen në një trup njerëzor. Për këtë arsye Zoti mori trupin njerëzor, që në këtë trup ta mund të vdekjen, e cila kishte pushtet mbi të gjithë njerëzit. Për këtë arsye, ngjallja e Lazarit ka kaq shumë kuptime dhe merr kaq shumë rëndësi, ndërkohë që po i afrohemi javës së madhe, e cila është mbushur me këto shërbesa kaq të bukura, shumë domethënëse. Ndërkohë që afrohemi tek ngjarjet e mëdha që përmendëm me vdekjen, kryqëzimin domethënë e Krishtit, vdekjen, varrosjen, por aq është më rëndësishme me ngjalljen e tij prej së vdekurit. Kështu, vëllezër e motra, në këtë ditë që festojmë ngjalljen e Lazarit, ne shikojmë për tek ngjallja e Krishtit. Le të përpiqemi të gjithë edhe këto ditë që na kanë mbetur, qoftë me kreshmën, qoftë në përpjekjen tonë, të marrim pjesë në shërbesa, sa herë që njoftohet që do ketë të tilla, edhe në fshatin tuaj, dhe për më tepër kur do të jetë kulmi i këtyre ngjarjeve, siç është e premtja e madhe ose e premtja e zezë, kur do të kemi epitafin, do të thotë varrimin e Krishtit, dhe ashtu siç nxënësit e Zotit bashkë me nxënësit e tjerë ose ndjekësit më saktë, siç ishte Nikodhimi, e morën trupin e Krishtit edhe e futën në varr. Ashtu edhe ne do ta majmë epitafin e Krishtit, edhe do ta sjellim në kish. Do të adhurojmë pësimet e tij shpëtimtare. Dhe ditën e shtunë në darkë do të mblidhemi përsëri për ngjalljen e tij, për këtë ngjarje kaq të madhe, për shpëtimin e natyrës njerëzore. Vëllezër e motra, shpresa jon nuk është të jetojmë sa më shumë ditë në këtë botë. Se sa shumë ditë të jetojmë, ato kanë një fund. Edhe sikur mirë të jetojmë, një ditë do mbarojnë. Shpresa jon është tek ngjallja që Zoti ka premtuar. Edhe Zoti u tha apostujve, ashtu siç më shikoni mua që unë ngjitem në qiell i ngjallur, do të më shikoni që unë do të zbres përsëri. Por herën e dytë Zoti do të vijë për të bërë gjyqin e botës, për të mbaruar historia e kësaj bote. E të gjithë njerëzit do të ngjallen, që nga Adami dhe Eva, dhe deri tek ata të fundit që do kenë fjetur në Zotin.
Dhe të gjithë ata që janë gjallë, të gjithë do të dalim përpara gjyqit të fundit të Perëndis. Aty Perëndia do t'i japi secilit atë që meriton. Perëndia është i drejtë, është edhe i mëshirshëm. Ne nuk kërkojmë drejtësi nga Perëndia, sepse e dim që të gjithë jemi mëkatar. Po kërkojmë falje, kërkojmë mëshirë. Dhe Perëndia është dashuri. Kushdo që pendohet, Perëndia nuk kthen askënd. Prandaj vëllezër e motra, çdo ditë dhe çdo moment është një rast për të kthyer nga Zoti. Asgjë s'duhet na ndaj nga dashuria e Perëndis. Prandaj edhe unë lutem, edhe ju uroj që të gjithë të kemi Pashkë të mbara, të gëzuara, me falje brenda vetes, por edhe me dashuri për njëri tjetrin, dhe që është më rëndësishme, me dashuri për Perëndin. Amin.